LDK-hi edhe PDK-hi jenë bashkë në koalicion. Lidhja Demokratike e Kosovës është duke u parë si adresë bashkëpunimi nga lëvizja vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Kryetari i vetëvendosjes, njëherësh edhe kryeministër në detyrë Albin Kurti, të dielën ka ftuar zyrtarisht kreun e LDK-s Lumir Abdigjiku për takim. Në letrën drejtuar Abdigjikut, Kurti jep disa orare për takimin eventual. Me qëllim të konstituimit të plot të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe procesit të zgjedhjes së qeverisë së re, për të konsultuar paraprakisht, juftoi në takim të mërkurën me datën 9 prill në orën 15, apo të njëjtën me datën 10 prill në orën 9 ose në ora 14. Mirëpres përgjigjen tuaj për këtë takim. Ftesa të tilla për konsultime për konstituimin e kuvendit të zgjedhjen e qeverisë së re, siç ka marrë vesh koha, nuk u janë përcjell edhe dy subjekteve të tjera politike, Partisë Demokratike të Kosovës e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në lidhje me arsyet e një veprimi të tillë, përgjigje nuk kanë kthyer nga lëvizja vetëvendosje. E ftesës së Kurtit, përgjigje ende nuk i kanë dhënë në lidhjen demokratike të Kosovës. Javën e kaluar, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka takuar përfaqësues të komuniteteve jo serbe, të cilat kanë zënë ulse në kuvend. Derisa nga një pjesë e tyre ka marrë konfirmimin për mbështetje, disa prej deputetëve kanë lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit me të e kanë pasur edhe kërkesa. Nga zgjedhjet e 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvend. Në mënyrë që kuvendi të konstituohet, kandidatin e saj për kryeparlamentar duhet ta mbështesin së paku 61 deputet, atë sa nevojiten edhe për formimin e qeverisë.